Ermal, të përshëndes, një operacion ku në fokus ka goditin e trafikut të lëndëve narkotike apo jo. Çfarë ke mundur të mësosh ti nga kjo operacioni përbashkët, së pari sa urdhër arresti janë lëshuar dhe sa janë ekzekutuar? Po Fabiola, bëhet fjalë për një operacion të përbashkët mes prokurisë së posaçme dhe antimafjas së Barit në Itali, ku deri më tani në total kemi mësuar se janë lëshuar 52 masa sigurie për personat e përfshirë mes Italisë dhe Shqipërisë, ku deri më tani në fakt të paktën 10 prej personave ndaj të cilëve është lëshuar masa arresti janë ekzekutuar dhe këtu në vendin tonë. Operacioni ka nisur prej orëve të mbrëmjes së djeshme në fakt dhe ka vijuar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Bëhet fjalë për persona të përfshirë, kjo sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike, kokainës apo dhe heroinës, e gjithashtu pastrimit parave, shpërdorimit të detyrës. Janë vepra penale për të cilat Prokuria e posaçme në bashkëpunim me antimafjan e Barit në Itali kanë zhvilluar hetime të përbashkëta në kuadër të skuadrave të përbashkëta hetimore dhe kanë dalë në përfundim se të paktën 52 persona janë të përfshirë. Nga këta rezultojnë të përfshirë kryesisht persona të, po themi, me precedent të mëparshëm penal, kryesisht në fushën e narkotikëve, gjithashtu edhe zyrtarë, si kundër kanë qenë ish efektiv policia, apo edhe zyrtarë që vinë nga drejtësia, si kundër janë edhe avokat. Nga ana tjetër do të shohim në fakt një njoftim të përbashkët që do të bëhet në orën 11:30 mes prokurisë së posaçme këtu në Shqipëri dhe antimafjas së Barit në Itali, në një konferencë të përbashkët, ku do të bëhen edhe më shumë detaje sa i takon, po themi, të dhënave të këtij operacioni të përbashkët mes këtyre dy institucioneve, si dhe numrit të personave të arrestuar. E gjithashtu bëhet me dije se edhe një numër i madh i aseteve të paluajtshme apo edhe, po themi, dhe prona të këtyre personave të cilët janë të përfshirë në këto dy operacione të përbashkëta mes Italisë dhe Shqipërisë, ku vlera e pasurive të sekuestruara deri më tani përllogaritet në të paktën 10 milion euro. Do të shohim në fakt se kush janë emrat e personave të ndaluar apo edhe veprimet konkrete për të cilat sigurisht në konferencën e përbashkët që do të bëhet mes prokurisë së posaçme dhe antimafjas së Barit në Itali, do të kemi dhe të dhëna më të detajuara. 52 urdhër arreste, Ermal, janë në total të këtij operacioni apo jo, që përfshin qoftë shqiptar, qoftë italian? Nga jo që kemi mësuar, 52 urdhër arreste janë edhe në shtetin italian, por edhe këtu në Shqipëri, pra në të dy vendet janë urdhrat e arrestet në mënyrë të përbashkët, por të paktën 10 prej tyre deri më tani janë ekzekutuar në vendin tonë, ndërsa operacioni është ende duke u vijuar nga ana e policisë së shtetit në bashkëpunim edhe me agjentë të byros kombëtare të hetimit, ku janë duke, le të themi, duke bërë edhe kontrollet e fundit apo dhe urdhër arrestet të fundit, dhe më pas në konferencën e përbashkët në orën 11:30 do të kemi dhe finalizimin e këtij operacioni me, si kundër e përmenda, me personat e arrestuar, rolin e tyre në këtë, po themi, në këtë rrjet të madh të trafikimit të lëndëve narkotike, të pastrimit të parave apo edhe të shpërdorimit të detyrës.